Përfaqësues të shoqërisë civile në qarkun e Korçës janë drejtuar me një letër të hapur institucioneve qendrore, duke kërkuar ndërhyrje urgjente pas bllokimit të aksit kombëtar Librasht-Prenjas. Në reagimin e tyre, përfaqësuesit e shoqërisë civile theksojnë se rrëshqitja dhe bllokimi i këtij segmenti ka prodhuar pasoja të drejtpërdrejta në jetën e përditshme të qytetarëve dhe në funksionimin normal të rajonit. Në cilësinë e qytetarëve të qarkut Korç, po i drejtojmë opinionit publik me këtë letër të hapur për të shprehur shqetësimin tonë të thellë lidhur me situatën e krijuar nga bllokimi i rrugës si pasojë e rrëshqitjes në aksin Librasht-Prenjas. Kjo situatë po sjell pasoja të rënda në qarkullim, ekonomi, siguri publike dhe në funksionimin normal të jetës sociale në të gjithë qarkun e Korçës. Në letrën e hapur, thuhet se izolimi i pjesëshëm i juglindjes po ndikon drejt për drejt në ekonominë familjare dhe në qëndrueshmërinë e bizneseve, ndërkohë që mungesa e një plani publik me afate të qarta ka shtuar pasigurinë dhe paqartësinë tek qytetarët. Gjendja aktuale ka krijuar izolim të pjesëshëm të rajonit, vështirësi serioze për bizneset dhe transportin, si dhe rrezik potencial për sigurinë e qytetarëve, që detyrohen të përdorin rrugë alternative më të gjata dhe më pak të sigurta. Kjo kërkon përgjegjësi të përbashkët dhe reagim të koordinuar, si institucional ashtu edhe qytetar, në mënyrë që të shmangen pasojat të mëtejshme ekonomike dhe sociale për rajonin tonë. Shoqëria civile ka paraqitur 6 kërkesa konkrete, mes të cilave publikimin e një plani teknik ndërhyrjeje me afate të qarta për stabilizimin e zonës së rrëshqitjes dhe rikthimin e qarkullimit të sigurt, përmirësimin e menjëhershëm të akseve alternative dhe bypasseve provizore, si dhe mbështetje financiare dhe masa lehtësuese për qytetarët dhe bizneset e prekura, veçanërisht në sektorin e turizmit dhe transportit. Ju drejtuam zyrtarisht institucioneve vendore, Këshillit të Qarkut, Këshillit Bashkiak Korç, Prefekturës së Qarkut Korç dhe Bashkisë Korç, me një sër kërkesash konkrete, mes të cilave artimi i një rezolute të përbashkët për t'u drejtuar qeverisë dhe institucioneve të pushtetit qendror. Kërkesat tona konkrete kanë të bëjnë me thirrjen e menjëhershme të një mbledhje të jashtëzakonshme të Këshillit të Qarkut dhe të gjithë të zgjedhurve vendor, pa dallime partjake për trajtimin e situatës. Shpalljen e gjendjes së emergjencës lokale në përputhje me legjislacionin në fuqi për të përshpejtuar procedurat dhe mobilizuar fondet e nevojshme për përmirësimin e akseve alternative. Artimin dhe publikimin e një plani të qartë të ndërhyrjeje me afate konkrete e realizimit. Identifikimin dhe vënien në dispozicion të fondeve emergjente, si dhe rialokimin e buxhetit për zgjidhje të përkohshme dhe afatgjata. Përfaqësuesit e shoqërisë civile kërkojnë raportim periodik javor mbi ecurin e punimeve, si dhe hartimin e një plani strategjik alternativ kombëtar për lidhjen e juglindjes së vendit, me qëllim reduktimin e varësisë nga një aks i vetëm rrugor. Në përfundim, përfaqësuesit e shoqërisë civile nënvizojnë se qarku Korç ka rëndësi të veçantë ekonomike, prodhuese, turistike dhe strategjike, duke qenë edhe një nyje e rëndësishme ndërkufitare me 4 pika doganore. Sipas tyre, bllokimi i aksit kryesor kombëtar nuk është thjesht një problem rajonal, por një çështje me impakt në zinxhirin kombëtar të furnizimit dhe në ekonominë e vendit në tërësi.